rinia është krejt krenaria jonë që ka e kemi në shqiptarët mërgat. Rinia e sotme është me të vërtet na bën krenar për arsye se duke fillu prej gjeneratës parë, për cilët kam një respekt shumë të veçantë sepse janë ata cilët na kanë prunë këtë ditë një farë mënyrë, me thonë, për arsye se përmes tyne nuk i kanë harru rrënjët, e kanë luftu asimilimin, edhe kanë kontribuar në gjeneratën e dytë, ndërsa gjenerata e tretë përpos asaj që përderisa gjenerata e parë, si thash edhe më herët, kanë pas luftën për mbijetesë, duke ditë për çfarë qëllime kanë çu vendin. Tash gjenerata e tretë ka avancu, sidomos profesionalisht, aq shumë saqë në ndërtimtari paka shumë pak. Ka shqiptar, mirë po si inxhinier, profesionist shkëlqyshëm, tash domethënë i kanë vendet më të mira të punës, i kanë domethënë gjenerata e tretë shqiptarët, si në Zvicër, si në Gjermani, edhe unë për këtë arsye jam shumë mirënjohëse edhe shumë krenare, edhe mirë po edhe këtu është një sfidë në vete, për arsye se tash me gjeneratën e tretë duhet punojmë sa më shumë që ata të punojnë pastaj me fëmijët e tyre për luftën kundër asimilimit. Sepse tash ne jemi shtet, ne nuk kemi vizione, mirë po nuk kemi vizionin e qenurit shtet pavarur. Tash domethënë na kosovarët për Shqipërinë s'po flas ata më herët, mirë po ne kosovarët tash jemi shtet i ri, edhe jemi domethënë një popull i vogël, po me një zemër shumë të madhe, këto e kemi dëshmuar sa herë. Mirë po nuk duhet të harrojmë se atë dashuria tash ka koncept tjetër, domethënë ka target tjetër. Tash duhet sa më shumë të punojmë me gjeneratën e tretë, duke ju sa më shumë t'u ja kujtu që kush janë, nga vinë, edhe mos të harrojnë domethënë vendin e tyre, edhe mos të harrojnë gjuhën, mos të harrojnë traditat, kulturën, edhe pse që thash më herët, domethënë janë rriten edhe po zhvillohen midis dy kulturave, mirë po në asnjë mënyrë mos të harrojnë rrënjët, mos t'i harrojnë rrënjët e tyre. E kjo është a mendon që është sfiduese për shëndetin mendor të njerëzve që jetojnë atje Shkëndije, do thotë që me e majt, edhe pse sfidë është me rrit fëmijë, qoftë në Kosovë, qoftë në Gjermani, në çdo vend, mirë po do thotë me tentu me e majt atë traditën, gjuhën, qysh po vjen e treta gjeneratë dhe ti automatikisht përmend, më thonë, të katërtën që vjen edhe me i përgatit qysh me i rujt krejt që ato që ju i keni rujt deri tash. Është sfiduese? Jo, unë nuk mendoj që është sfiduese, për arsye se nevojat më të fuqishme të njerëzimit, njeriut, është nevoja e përkatësisë. Domethënë piramiden nuk më kujtohet ai Maslow po, pikërisht ai në piramiden e tij e ka të renditur, e ka dashurinë.